Nëse i kthejmë kohës tonë tash, pak më e veçantë çka është tash epshi, me plot kuptim e fjalës. Epshi do të thotë i autoritetit, epshi i mallit, i dunjas, apo qoftë në mobilet shtëpis, qoftë shtëpi, qoftë në telefona, qoftë në kerr, epsh, apo kurs ngijet. Shumë mire ka, këshir epsh, apo? Çka e ka shkaktu tënë këtë problem të epshit? Unë menoj, syni apëtë. Se sot ki mundësi me i pa palatet e mbretërve. Ki mundësi me i pa modelet më të mira të kerreve. Ki mundësi me i pa shtëpijat më të bukura në botë. Ki mundësi me pa gjithë shka ki mundësi me pa. Apo? Fakti që të është dhe në mundësia gjithë shka me pa, apo? Që kjo është e që po e rrezikon vazhdimisht stabilitetin. Ma shpejt po e ushqen zemrën tonë, syni, se sa imani. Apo? Kjo e në luft. E në luft. Andaj momentin ku njëri shet diçka, fillon me e lakmu aftën. Fillon me kalkulu, fillon me ndryshu, apo? Dhe kjo jahan kënalim për këtë din. Që ata për shembull, fakti që na kena mundësi gjithë shka me pa, apo? Gatishmëria për me sakrifiku për këtë din, është zvoglu në krahasim me gjenerat e me pashma aftën. Për shembull në ruar, aftën. Gjyshni tonë, a kam pas ata ma shumë dija, a sot ka ma shumë dija? Sot ka ma shumë dija. A sot ka ma shumë pasuri dhe fuqi dhe autoritet anë të kaluarën? Sot ka ma shumë apëtë. Mirë, me qka janë spërvu ata e kanë qëndru, e me qka jemi spërvu na nuk kemi qëndru apëtë. A në sikur se ka unë Abdurrahman ibn Aufi, radiallahu ta'ala anhu, ibtulina bid darrai fa saberna. Abdurrahman ibn Aufi, ai që dije që ka buaj për këtë dine, për sakrificat, ka thonë, na sprovoj Allahu me vështërsi e duruam. Fëptulina bisarrai fama saberna, ndërsa u sprovua me lehtësime dhe komoditet, e këtu nuk qëndruam apëton. Pse? Se si të shë syni e lakman. Syni përën hased, përën lakmi, përën vetë pëlqim. Krejt apëton. Andaj, mendoj Allahu alem, se fitne e kësoj kohë është shikimi. Kush e rregullon shikimin, ama me plot kuptimin e fjalës, apo dhe e ruan që ushqimi i zemrës mos t'i vijë nga syt, por t'i vijë nga brendia e imanit, ky njeri me lejen e Allahu xhallahu ala mbetet stabil apo. Nëse ai që e rrezikon më shumti, apo ti s'ke pa kur telefon të caktuar apo. Apo rahati, ama si të sheh merë shfaqet. Lakmia me pas, zilia pse kjo e ka, paragjykimi që shëboni kjo, apo e shumë tjera ato. Si se shera hati ato. Apo, qashtot njëri kur bëhet fjallë për gjinin tjetër ato. Është rahat. Ama si ti shfaqet fotografia e pestë Allah në ruajt, me automatizm ndryshon gjendja njëri ato. Kjo është me medicin e dëshmume. Sikur se një video e këshin qitë, apo ndikimi edhe shëndet, për mësë më ullë shikimin e përta. Andaj duhet të ndëruar se ajo që e rrezikon stabilitetin është epshi, me plot kuptim e fjallës. E ajo që e ushqen dhe e rrit këtë epsh është syni. E kur syni bëhet ajo që e ushqen zemrën, atëre ajo që vije për me synit e rrezikon krenarin për këtë din. Atëre fillon njëri me shiku dikun tjetër, e jo atje ku e mësën kjo din me shiku apëtën. E kur nuk shikojmë ati ku në mësën kjo din me shiku, atëre s'na del veç kjo feje. Duhet edhe një 2-3 e me pasës s'pa na del. Apo, e Omerit i ka dalë sa dush kjo din. Ka thonë, nahnu kaumun, e azzën Allahu bil Islam, ne në një milet që Allah në ka ngritë me këtë din, mehme btegajnë l'izzet e bi gajrë Islam, edhe lënë Allah, si të kërkujmë dikun tjetër më ngritë. Po qëre mirë me Islam, po edhe me pas, mirë është parë me pas, apo fe tjetër, po bëhet dynjaja, ose po them që nuk duhet mi pas to, po në kodër dinit Allah, feja, me Islam, si të fillon na musliman me kalkulu do punë tjera, e prishëm me herë. Pse? Se fillon zemra me u lidh me diçka tjetër, e si të lidhet me diçka tjetër, Allahu të lën hekër.
e të lënë letra, e të lënë në telefon, e të lënë, apo dan që aty lidhopën. Si të zbehet kjo kënari, hapët dera fitneve dhe hapët mundësia destabilitetit.